Tjera në nivele komunal. Ma shpejt, bën ma shpejt. Po sot po e fillojmë gurthemelin e QKMP-s, ky objekt që është shumë i rëndësishëm për qytetarët tonë. Kjo është faza e parë dhe do të vazhdojmë edhe fazat e tjera, prandaj sot kam nderin që këtë gurthemel ta vendosim së bashku me kryeministrin dhe ministrin e Por sa pom projektin i cili na dëshmon se sa moderne do t'jetë qendra kryesore mjekësisë familjare këtu në Kastriot, mësuam edhe që sipërfaqja e gjithë mbarshme do t'jetë 2250 metra katror dhe se punimet nga dita e sotme kur po e vendosim gurthemelin do të përfundojnë më së largu brenda 2 viteve. Pra në fillim verën e vitit 2028 është afati i fundit kur do t'jetë e përmbyllur realizimi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq. Më shpejt se kaq bën, më shumë nuk bën dhe e falenderojmë operatorin ekonomik që do të punojmë me dinamikë të shtuar në mënyrë që gjithçka të bëhet sa më shpejt, meqense tepër gjatë për gati 3 dekada komuna Obiliqit në Kosovën e pas luftës e ka pritur një ndërtim të këtillë, i cili do të përbëhet edhe prej infrastrukturës moderne, por edhe prej pajisjeve të teknologjisë shëndetësore të cilat do të mundsojnë